personin që buknon që përmendim? S'kisha desh me ndëgju kur, jam fal. E pse tash e kthy kundër fesë? Pse e kam pa që s'ka sen, jam shku në xhami, jam fal. E kam gohojën të njëjtat fjalë për çdo ditë kajke për Muhamedit. Ku shkon Muhamedi? Njeri u kon. Mbulesa nuk bën njeri. Sy të mëdha kur i shoh, pse s'jemi na arab, jemi shqiptar. Kam lexuar edhe Biblën, e kam lexuar edhe Kur'anin një herë gjys, edhe s'ka mujt me kuptuar sa Kur'anin. Ma fort i kam kuptuar fjalët e Biblës se të Kur'anit. Ndihmë, Allah e thënë ndihmë, ti gjënon këtë dy herë që është monësh. Se ti lutu që tash sa duash, s'vjen sen pa punë. Çfarë mendimi ki për vajzën e peje se përjashtron prej shkollave pse u kanë mbulume? Unë për veti si preferoj këtu farë me shamia. Pse nuk i preferon? Pse jo? Pse s'jemi na arab, jemi shqiptar. Po pse me përjashtu ato prej shkolle, veç pse është e mbuluna, ajo është e drejta e saj? Po, e drejta e saj është, po për veti më të thënë drejtën sy të mëdha kur i shoh me mjekra. Pse? Edhe mjekroshat kur i shoh, ata janë të paguar për Serbia janë. Pse po thua? Pse i financon Serbia që me degradua popullin tonë. A ke dëgjuar ti dikun që po? Kam dëgjuar kësa fjalë, kam dëgjuar, po nuk e di për... A mendon që këtu që mbuluan e bojnë prej shpirtit, që... S'ka gjë për asaj pune. Pse? Pse jo? Pse është kur gjë, heq ata duhet më konë njeri, e ti që mbulosh edhe mbulesa nuk bën njeri. A po mendon që është obligim mbulesa? Nuk është obligim. E pse në Kur'an shkon që është obligim? Kush e ka shkruar Kur'anin? S'ka sen kur des njeri. Sikur vesh mluhe, sikur një shtaz, më s'tkelbet. Pse po thua? S'ka kur gjë, hes shpirti s'krehet mo. A e krahason Biblën me Kur'an? Qore, ato janë... Kam lexuar edhe Biblën, e kam lexuar edhe Kur'anin një herë gjys, edhe s'ka mujt me kuptuar sa Kur'anin. Ma fort i kam kuptuar fjalët e Biblës se të Kur'anit. E pse po thu që kur vdek dikush duhet me mbulu edhe si shtazën? Se e mbulon mës me artera, mës mund njerëzit për herës, s'ka kur gjë, njeri des, kalbët. A beson botën tjetër? A beson botën tjetër? S'ka sen. Këtë dyja respektohet njerin sa t'jen gjallë. Dhash, i duhet fryma, s'ka gjë për i tina. As s'ka tjetër sen hiq. As nuk gjallët kush, sa njeri u konë, unë i këm gati 80. Sa njeri u konë para meje, ku janë? Bota. Unë apishet që apo shenë një stuд ndërtesa. Krejt e moj me nara. Bota ka u zhvillua për një kohë shkurt njerëzimit. E moj men që kun autobus në Kosovë s'ka pas, kun kërë s'ka pas, me kërë drunit. Pa ndihmën e Allahut, na nuk ish mujt me i botën atë. Ndihmë, Allah e thënë ndihmë, ti gjënon këtë dy herë që është monësh. Se ti lutu që tash sa duash, s'vjen sen pa punë. Pse po mendon që nëse lutesh nuk vjen? Lutu Ti duhesh me mbështetje Allahut. Po, pështetu ti ullë që aty sa duash ullë s'dje kush gjo. Që puna. E për zonin që buknon që përmendim? A s'kisha desh me ndëgju kur. A je falë aja? Jam fal. E pse tash e kthy kundër fesë? Pse e kam pa që s'ka sen. Jam shku në xhami, jam fal. E kam gohojën të njëjtat fjalë për çdo ditë kajke për Muhamedit. Ku shkon Muhamedi? Njeri u kon. I kem 100 Muhamet atën të kem. Është pejgamber. Pejgamber, sikur më thonë tash një oficir. I yni. E kemi Ibrahim Lugovën, e kem Hasan Prishtinën, e kem tënd pejgambera. E cili u kon momenti më i mirë për ty më i gëzueshëm që nuk e harron. Ma i gëzueshëm i fëmijën kur i kam pas. So je i kënaqur me? Jam i kënaqur me ta shumë. E çfarë mendimi ki për rinin tonë? Por rinin tonë, mirë janë shumë. Rinia janë shumë mirë, të kulturuan. Ama mirë ka qenë atëherë kur i nikon jo, atash. Por respekti u konë më i madh atëherë. E pse po mendon që ka humbur respekti tash? S'po di ç'a më thonë, se unë s'jetoj këtu ç'a që më thonë më ditë. Ku jeton ti? Në Suedi.
So e di. që 33 vite jem atje. Sa po të mungon Kosova? Po Kosova mungon gjithë. Këtu vi rri 5 muaj çdo vit. Tash ke dalë në penzion edhe vjen. Penzion jam mati që 20 vite vi rri 5 muaj, 6 muaj vi rri këtu. Çka të pëlqen më shumë ti këtu? Po mas shumë të më pëlqen veni, njerëzimi, jena mësu me gjithë ta njerëz. E që ta atje, për shembull. Apo të respektuj njëjtë që kanë respektu para 20 vjetë, kur jo orë. Po tash, më të drejtën, më cënik të mi gati si kam asnjë. Pak sa në qenë gjë, njerëzit, që ata qenë gjë, do dojve, dojnë mirë, te këtu, më respektojnë, do kushëri po. Reja është kosovare, po me të vërtet sjelljet e saj edhe të cilën e bën shtëpi nuk e kam prit në këtë. Është e kuptueshme, ndeshme, sinqert që me të vërtet ki qef me po. A kështë mujtë me thyrë rinë që ta në telefon edhe për Po mëra qysho, shfa do koftë. Po du me të falenderu për respektin që e ki ndaj me edhe ndaj vjerës. Falenderit shumë. Çfarë mendimi ki për fëmijët që po i qojnë prindë dëm të pleqve? Aja është shumë e keqe. Unë e kuptoj pak rinin se do pak me qenë ma e pavaru, mirë po le ta kenë dije se prind nuk i bëhet askush. Çfarë mendimi ki për reja të sodit, se si po martohet djali po e qenë babën në dëm të pleqve, tani a mendon që po kanë dikim nuset e... Ajo një pjesë e tyre, për shembull ato sigurisht janë reja të cilët nuk i nderojnë as prindin e vet. Se e me nderu prindin e vet, e nderojnë edhe prindin e burrit, për arsye se prind është ai. Si i burrit, si i joti. Unë gjithmonë e kam nderuar prindin e gruas. Po edhe ajo i ka nderuar prindin e mi. Shtu pash një pjesë e rinjes kanë devijuar në këtë drejtim. Një pjesë, po them. Se jo, ka shumë njerëz të ndershëm dhe ndërgjegjshëm. Heci unë shoh në përmiqësi timën, shoh se kanë prioritet për shumë pjesë në shumën e raste. A më varet pak edhe prej moshës. Ti ai bën vjeher halo. Po kam unë rejën e kam me një pa me këtë. Unë po të tham për jetën time, se unë jam preshevar, po jam tepër i kënaqur se reja është kosovare, po me të vërtet sjelljet e saj edhe organizimin të cilën e bën shtëpi, unë jam i pasuruar në atë drejtim. Do të thotë se kur nuk e kam prit në këtë. Është e kuptueshme, ndeshme, sinqert që me të vërtet ki qef me po. Ki qef me po, kështë mujtë me thyrë rinë që ta në telefon edhe me a thoni fjallë të mirë për respektin. Po mëra qysho, shfa do koftë. A mund është me thyrë? Mi tregu që je para kamerave dhe me falenderu për kritë respektin që aja ty ta banë. Dëri ta gjej. Donë me falenderu. E donë nusa jute, reja jute vjerë. Alo? Vjoz, babi jam. Po, Qëtu jam në qendër, më kanë dalë ta para kamerave. Po du me të falenderu për respektin që e ki ndaj me dhe ndaj vjerës. Kështu që më shtru në këtë pyqe, unë ju tregova, po u dojnë me kërkua ata pityje se qëfar respekti ki prej neve. Falenderit shumë. Kështu po thë. Falenderit. Falenderit shumë. Kështu babit. Hajde. Vjoz, vesh pak. Qëfar mesazhi ja u kështë jep vjerrive, juve? Qëfar mesazhi kështë edhon vjerrive, për shumë pleqve, që babit e momit e? Mesazh? Po. Për shumë, qëfar mesazhi mua edhe nonës? Pa një falenderim i posaçëm që dhe respekti është i ndërsjallët edhe një falenderim i posaçëm për dëtë. Falenderit shumë, babit. Përshëndes. Hajde. Falenderit shumë. E vërtetove, po më duket.